Zgjerohet rrjeti i transportit urban në Prishtinë Rama 30 linja të reja dhe mbi 170 autobus modern. Prishtina ka zgjeruar ndjeshëm rrjetin e transportit publik duke lidhur për herë të parë disa lagje dhe fshatra me kryeqytetin. Kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama përmes një njoftimi publik ka bërë të ditur se tashmë autobusi urban do qarkullojë në lagjet si Tasligja, Velania, Bledi, Arbëria, Sofalia, Qëndresa, Vetërneg dhe Zllatar, ndërsa rrjeti do të përfshijë edhe fshatrat përreth përfshirë Vitia, Marecit, Siqev, Kolovic, Zllash, Ballaban, Nishec, Glogovic, Llabjan, Slivov, Shkabaj, Drenoc dhe Prugoc. Sipas Ramës, rrjeti i ri i transportit urban përbëhet nga 30 linja të reja, me gjithsej 172 autobus modern, ndërsa në linjat kryesore frekuenca qarkullimi do të jetë çdo 7 minuta. Kryeqyteti ka marrë frymë të re në lëvizje, ka deklaruar Rama, duke theksuar se ky zgjerim synon të lehtësojë qarkullimin, të përmirësojë qasjen e qytetarëve dhe të rrisë cilësinë e jetës në Prishtinë dhe në rrethin. Po ashtu sot u lancua dhe aplikacioni Kuleta Digjitale e Prishtinës, ku qytetarët mund të blejnë biletat e transportit publik. E të gjithë qytetarët që shkarkojnë tani këtë aplikacion, muaji i parë i biletave është falas. Kuleta Digjitale është një inovacion ku qytetarët të cilët e downloadojnë këtë aplikacion e kanë biletën një muaj pa pagesë, i inkurajojnë qytetarët që të përdorin trafikun urban, tha ai. I pari i komunës së Prishtinës Përparim Rama teksa vizoi edhe një nga prioritetet e autobusëve në kryeqytet, theksoi që tashmë frekuencat e lëvizjes së autobusëve janë të sigurta dhe të shpejta. Kemi me pas autobus të rinj, e po ashtu frekuenca të jetë e sigurt që çdo 7 minuta të ketë autobus që i marrin pasagerët dhe i dërgojnë në destinacionet e tyre. E keni parë që në gjithë kryeqytetin tash i kemi edhe linjat e veçanta. Për autobus i kemi shënjezimin horizontal, gjithashtu e kemi edhe shënjezimin vertikal dhe jemi në proces ku po i lusim qytetarët që të ngasin makina ta respektojnë linjan, që është e posaçme për autobus, theksoi kreu i Prishtinës.